Thjesht nuk do të vite mirë, nuk do të vite mirë nëse do ishte ashtu. Po ti ke goca teze të dyja që nuk do të vinte mirë. Nuk I kam goca tezën valla. Ti ke këtë perceptimin. E në kam punu me sonin e në njof më shumë se këtë, ndoshta. Po tu s'po flitet për sonin. Se sonin e jetë, se cilin me ta analizën personale ashtë pak sa më kishë mundësie. Për diçka që... Shumë mirë. Jo, të folë për këtë fenomenin e perceptimit, si kanë perceptimin njerëzit jashtë, kur shohin dy artistë. Po shif, e ke parasysh unë mendoj kështu, kur janë dy artistë që hecin njëkohësisht të dy, qoftë në stil, qoftë muzikë, për shembull veshje që diskutojnë këtu, absolutisht njerëzit e ke parasysh duan me bojë që o soni këtu, o jeni, e ne fillon ajo. Po pra është ideja. E në masne, vetë-vetiu, e në qëse në gjënë, nëse në gjënë, krijohet ajo... Nëse një gjove mirë përgjigjet, praktikisht nuk është e pranueshme nga asnjëra palë që po ecin të dy paralel. Dikush ka më shumë, dikush nuk I afrohet hiç. Kështu që po pra, atë ne ta shohim ne kurse vet individ nuk e ndjejnë veten të tillë të barabartë. Se ndjej. Po tashin, po ti ligjoni përgjigjet dhe mund ta kuptoni. Përgjigjet ishin shumë të qartë. Jo, përgjigjet nuk ishin qartë, ha? Për domethënë për mua po, unë mora mesazhin. Pse nuk ndjen konkurrent? Akele, dikush është thelbi I përgjigjes që ta kuptosh ti edhe ata që na dëgjojnë. Një njeri që është profesionist dhe koshient për aftësinë e vet, nuk ka lidhje fare me tjerët, as me pistat paralele, as me pistat. Ora nuk e vën diskutim dhe shumë okay kjo gjëja. Nuk kam asnjë gjë kundër kësaj më mirë se si për vete, unë jam koshient për jam për aftësinë. Unë jam të analizuar situatën, Jam tu se kush është I mirë sipas mënyrës vet. Po absolutisht. Akili kanë gjuhë një dy thashë theme, do me jashu ishte tu e pyet, s'ka një gjë me pyet, vonin gabim, po. Po valla, shiko, edhe nuk jam unë që jam, do të thënë, fakti që jam të pyet, nuk jam se jam këtu me venos kush është mirë, kush është gabim, se nuk jam unë, nuk kam unë atë aftësi për me e bë. Por thjesht, edhe për ta diskutuar se e kisha si ide kry për ta hap njerëzit tim. Po valla. Lum dora. Kështu që soni nuk besoj që u mërzit çun pyeta. Jo, vetëm dua të sqaroj diçka, po, është e vërtetë, në biznes ka rivalitet. Artistët rivalitetin e kanë vetëm me veten e tyre. Mas kënd tjetër. Bravo. Absolutisht. Ka kanë gjithmonë, kështu e gjithmonë. Sfidën e kemë vetën. Po. Ka sfidën. Unë mendoj që në parim po është kjo që artisti rivalitet ka veç me veten e vet. Rivaliteti sidomos kur është brenda llojit është shumë I madh. Unë e them valla, unë ka aktor që vërtet mund t'i shoh si rival. Edhe normalisht që do luftoj shumë e shumë për veten time në radhë parë, jo për rivalin. E kupton? Patjetër, nëse njerëzit hapin fjalë, nëse ka sa dush aktor ndoshta edhe njerëz që kanë punuar me të që vërtet nuk I pëlqen me najt jetë me ta. Unë mund të takoj në rrugë, I respektoj, po kur është puna për me najt, edhe kur është puna për të krahasuar me to, nuk kisha dashur me krahasu dikush me to. Po pra, krahasimi kur është brenda llojit. Po pra, krahasimi I bie që ju keni disa faktorë të përbashkët dhe pastaj krahasoheni, se në rast se ti je A, ai është Z, po flas në përditshmëri. Po këtë pra jam të mundur me zbuluar. Kupton? Në rast se ai ka 7 universitete, edhe unë jam vetëm me certifikatin e lindjes, letra e vetme që ka parisur Zoti, po flas për një gjë shumë banale, ne nuk mund të krahasohemi, mund të krahasohemi si njerëz, si dashamirës, si komunitet, po jo si profesion. Më kupton? E njëjta gjë si kush është këngëtari, artisti, avokati etj. Zëma, unë se kuptoj pse a çuve bisedën e toj, unë se kisha hiç këto. Unë personalisht po flas për rastin e Sonit, unë personalisht po them gjën ashtu siç është, besoj për mua dhe shumë, po ndoshta njerëzit nuk kanë qef edhe ta pranojnë në radhë të parë të vetjave dhe pastaj ta thonë. Është njësoj siç e the që derisa ti të arrish që të kapësh atë vendin tënd, do luftosh me jo 1 jo 2, po me 10. Patjetër. Dhe me të 10, normalisht jo në konotacion negativ, por do kesh një lloj konkurrence. E zënë, ky është një vend, po, ky është një vend, po... Duhet t'jesh realist dhe ta kuptosh njërë ku e ke vendin. Pra... Këto po them unë. Rivali, po pra, unë rast kështu e ke gabim, pra. Ty me një person që kemi të njëjta autodidaktë profesionale. Jo në konotacion. Se në asnjëherë është autodidakt, jetë ka 10 vjeç në teatr, nuk mund t'jemi rival. Më kupton? Në art, gjithmonë ecën përpara ai që ka pak një faktor I caktuar. Ne të treja me këndu tani se cila ka diferencën e vet. Timbrike, imazhi, qasjen, njëra
qaset me kitarë, tjetra është si puna ime që jam edhe performer, edhe këngëtare, ti mund t'i jesh në ashtu, pra nuk ka skit, ti skit. Unë nuk quaj, po them, në atë gjën që unë bëj, rivale po them Sonin, Gresën. Atë pra thash, se cili rivaliteti e ka me veten. Nuk ka rivalitet, nuk janë stile. Po them 10 goca që kanë stilin e njëjtë Gresi si kanë mua, thonë ato, për këndojnë kolegët. balada. Jo, aty ke dështuar që se ke stil të njëjtë me shumë tjera. Po, jo, nuk është ashtu, sepse... Po, ashtu është, ma beso mu. Nuk është ashtu, tani të flasim realitetin gjën ashtu si që është. Kudo do kesh konkurrencë, do kesh... Për shembull, unë si artist e ri, e shoh Sonin, unë nuk kam dëshirë më vë si Soni, po kam Absolutisht, dëshirë me një karrierë të gjerë si kur kjo. Edhe unë nuk e shoh si momentin që ti e ndryt vetën. Edhe thënë, se ti do të më shku rrugës tonë, unë s'mi shku rrugës Sonit, apo më kupton, se që mundet me pos një mutër vinjoke edhe ajo kënën edhe Po Sonit ka dhënë mundësin që ti ta kesh ëndrën gja gati. Po, you can do it, e me mor pozitiv. A e ka bu Soni, po, e ka bu në shtatën kushte ma të tira, edhe unë e bëj. E pra bravo, po tu pastaj hyn ti si vetë vete. Po ti luftën ma të madhe e ki me vetën, se ki me të tjera. Ajo quhet inspirim atëherë. Ajo quhet inspirim. Po pra, tu po dalim, ne po duam të dalim nga rivaliteti. Jo, Bleri. Duam dalim nga inspirimi. O Bleri. Po them ti të shkosh me shpatë në dorë, totalisht të kundërta. Po inspirim ti je në dy kategori të O, shika, unë besoj se duhet të nisësh sidomos Blerina. Mendoj që Blerina ka qenë bisedën krejt një vend tjetër ku nuk e kisha as pak synime më shku. Po tentoj të shpëtoj se ajo gjë. Jo, më nuk je të më shpëtu, po çe të më shpëtu. Tani si mund ta çe të më shpëtu. Si mund ta hapësh ti diskutim mes dy këngëtarëve, dy personazheve, siç jemi dhe ne, duke i futur direkte në disë dhe në rivalitet ose Unë të i fut në disë, po sa të i fut në disë, me nuk të dola unë. Ti duke nisur. Ora nuk u çova unë gjë për shtëpi më thosh. Ti nëse nisi çështje të tilla, po vjen në vështirësi. Mi dhe dy persona që mbase për këtë çështje, nuk doni të diskutoni. Ti do kesh besim. Po sa të i fut vështirësi, më pse çu vështirësi? Po nuk është, po pra, kush jemi ne për diskutuar marrëdhënien e dy personave që ne jemi bashkë për Po shumë bukur, unë jam fan. Po shumë bukur tani. Jam fan se kam qenë me ditë. Ç'a do më bëj? Atëherë vlla, kur të dalësh hap Google-in. Po nuk e takoj kur dalësh, se ka është rrugë është koncerteve. Ti do ta ndash faktin profesional nga moral dhe nga personal. Po moral ç'a thumë zemra si skenar me. Po ti nuk po pse po pse po ti është asaj tjetër në rigor aty. Ti hi ashtu edhe ty ti. Po jo më burr. Po për zotin po. Hajde me tu gati. Po ç'a ke bro? Nuk mund pres Ti pse je të bë, shikoj, je të bë avokatin e dikujt që s'ka nevojë për avokat. Unë nuk po bëhem avokat fare, unë se ti e çove temën. Po të shtyllat edhe kodizat e një diçkaje. Mus me vetë do të shtylla. Por mus me vetë do të shtylla ti. Dakor. Unë e konsideroj të drejtë pyetjen. Shumë bukur. Masane përgjigjen zgjidheni ju. Të shtyt ari mendosh çfarë është dur dhe jo. Osoni një pyetje. Oson. Të bëra kur bëra fillim një pyetje. Nëse Soni do më thotë Akil nuk duhet të flas për këtë temë, as nuk do kisha pyetur 100 vjet më. Për sa ku ajo pranë po ti duhet të kesh sensibiliteti që mos ta mendosh fare. O vlla, po ti duhet të kesh sensibiliteti që mos i hysh fare ti muhabeti se artist vetë o burri dhe Po edhe? Po edhe pra nuk mos i hyj fare ti muhabeti. Ç'është problemi? Po se po nuk bën sens për lufta më zemra, por ti nuk bën sens fare o burri dhe jemi të dy këtu brenda më. Po ti diskutimi tash më kam drejt diskutoj. Diskutimi kur ti hyn në anën personale ti personi. Po nuk është çështje personale. Po ku e di ti kush ka raportin si njëri? Po ku e di ti kush ka raportin midis dy zonjave në fjalë? Po nuk e di, por edhe kam drejt me pyetje. Edhe ti mund të drejtën më burr. Vetëm po vetja po jo pra po ke gabim valla. Se në komunitet vetja nuk ti e pas lloj drejtë. Po kam të drejtë të pyes. E ke shumë gabim, ku kam drejtë të pyes. Ti e unë gjithkusht, për sa ku kemi marrë përsëri, kemi pjesë publike, kemi drejtë pyesje. Jo, se në rast se lëndon nga ana personale një person duke mos e ditur. Po cila është ana personale? Unë nuk e pyeta për anën personale, e pyeta për anën artistike. Pa anën artistike, po ti nga di që ana artistike nuk ka cënuar pjesën profesionale. Ora, kupton dhe si kuptuar. Unë i tham rivalitet në karrierë artistike, thosh, jo si njëri. Se për si njëri thosh kemi pa gjithë, nuk e dim se kush je. Po unë nuk jam dakord atëherë. Po mirë, po nuk jeti dakord. Nuk dua t'ja bëj fare. Po mirë, nëse si dakord, çfarë do të ndryshoj ti ditën duke ditur këtë apo jo më burit. Po ç'e duhet ty më ç'a ndryshon mua? Ç'mund ke ti mua? E di unë ç'a ndryshon. Okej, shpresoj që ta japi përgjigjen që ti kaq shumë po dëshiron ta dish. Jo, nuk dua, jo më kishte thënë s'do më fol. Po pse nuk pret që ti jetë Leonida atë sa për pyetjen? Po do ta pyes më vonë. Po mirë, atë është shumë bukur. Po kjo nuk është fair pra. Po nuk është fair pra. Po pse mos është fair? Ja që bëja pyetje konkrete që ti do doje që të, domethënë, nuk po do donte ai. Po do